Vala e protestave të diasporës nuk ndalet në Firenze të Italis, kërkohet dorëheqja e Ramës. Qindra qytetarë në Firenze të Italis janë mbledhur në një protestë masive duke ju bashkuar revoltës kundër projektit të Zvërnecit dhe qeverisë Rama. Me flamuj, kuqezi në duar dhe pankarta me thirrje të ashpra, protestuesit kanë bërë përgjegjës Ramën për një sër politikash abuzive. Fokusi i pakënaqësisë të tubimit në Firenze ka qenë mbrojtja e pasurive kombëtare me theks të veçantë te kundërshtimi i projekteve si ai në Zvërnec, të cilat protestuesit i cilësojnë si shkatërruese për mjedisin dhe interesin publik. Ky tubim në qytetin italian është pjesë e tubimeve të protestave të njëpasnjëshme në qendra të rëndësishme si Washingtoni, Londra, Berlini, Vjena dhe Milano.